Përshëndetje. Gëzuar Bajramin të gjithëve dhe gëzuar edhe ditëlindjen të gjithë atyre që kanë lindur tek shenja e dashur, duke qenë se tashmë kemi filluar. Okej, shenja e binjakëve. Për shenjën e binjakëve, java në vazhdim është pozitive, vërtet është pozitive. Kemi një ndikim i cili vjen vazhdimisht duke ju shtyr përpares në mos në lidhje me karrierën. Duke qenë se Merkuri mbaron retrogradën dhe gjatë gjithë javës në vazhdim pothuajse do të ketë një shtytje para nga Jupiteri, i cili është planeti i fatit, dhe kjo do të thënë që do të arrini që të perceptoni shumë mirë se cilat janë vendet ku duhet të hidhni hapin në mënyrë që të avanconi. Kjo edhe për sa i përket karrierës, por edhe për sa i përket vlerës, që të merrni vlerën që ju meritoni. Duke qenë se gjatë gjithë retrogradës së Merkurit morët shumë mësime në lidhje me veten tuaj, me ambientin që ju rrethon, si duhet të komunikoni në mënyrë të shëndetshme me personat që keni rreth rrotull, dhe falë kësaj të keni dhe një rritje më të madhe, qoftë në karrierë, qoftë në jetën e përditshme, pra në lidhje me socializimin. Jeni bërë persona pak a shumë të urtë në këto momente, persona të cilët dini shumë më tepër nga çfarë dini përpara retrogradës së Merkurit, pak më tepër që nuk është se dini thjesht për sa i përket gjërave materie, dini edhe në lidhje me çështje sentimentale ose më të themi në botën shpirtërore. Prandaj dhe jeni bërë persona që mund t'ju merret këshilla në këto momente. Jeni në fazën e cila jeni bërë pak a shumë profesor të jetës tuaj. Pra, për këtë arsye të gjithë ata që kanë binjak në jetën e tyre, siç e thash edhe sot tek Top Channel, do t'i këshilloja që të merrni të këshillën e shenjës së binjakëve sepse kanë mësuar shumë. Ndërkohë që për sa i përket të ardhurave materiale, këtu më duhet të ndaloj disi të gjitha problemet që kanë ekzistuar në lidhje me të ardhurave materiale, sepse nuk ju është ditur vlera, edhe nga puna, nga partnerët tuaj, më tepër partnerët e biznesit detyrimisht. Gjatë kësaj jave filloni që ju vetë të gjeni zgjidhje, sepse siç e thash keni një vetë vlerësim shumë të shëndetshëm në këto momente. Dita ende për ju shumë pozitive. Është një ditë që vërtet do të filloni që të vraponi, sepse gjatë gjithsej periudhës ju është dashur që të rrini pak a shumë në vend, sepse ishte retrograda e Merkurit, ishte periudhë projektimi, reflektimi, mësimi. Ndërkohë tashmë ka ardhur koha që të gjitha ato mësimet që morët të vinin në jetë. Për sa i përket çështjeve sentimentale, në këto momente marrëdhëniet aktuale janë edhe pozitive, por dhe nga ana tjetër mund të jenë disi të lodhshme. Kjo sepse përballë ju shikoni një reflektim që ju ndoshta nuk ju pëlqen, ose merrni mbrapsht reagime të cilat ju nuk arrini që t'i kuptoni mirë. Në këtë rast do t'ju këshilloj që të përdorni atë intuitën dhe mësimet që morën për sa i përket çështjeve shpirtërore në lidhje me partnerin tuaj dhe të gjeni atë gjuhën e përbashkët. Në të vërtetë nuk është shumë e vështirë, do ta keni shumë të thjeshtë, mjafton që të bëni këtë që sapo thash. Falë kësaj do të keni dhe ju mundësi që të kuptoni se çfarë dëshiron vërtet lidhja juaj për të qenë më shëndetshme dhe falë kësaj ta bëni pra. Në lidhje me shëndetin jemi të prekur të gjithë, edhe ju detyrimisht për gjitha problemet që i keni, që sidomos kronike, në këto momente do të këshilloj që jeni edhe më të kujdesshëm. Shumë faleminderit, respekt edhe juve. Vërtet shumë faleminderit që më ndiqni. Përsëris, si gjithmonë, është një privilegj vërtet shumë i madh, jam vërtet shumë e lumtur që më keni dhënë këtë mundësi. Shumë faleminderit edhe një herë dhe shihemi përsëri ditën e hënë. Tapshim.